Janë mbushur këtë të diel 21 vjet nga mbytyja tragjike në ujërat e ftohta të liçenit të Prespës të 14 engjëve, nxënës dhe mësuesit të tyre, të gjithë atëherë pjesë e gjimnazit Buçimosit. Të gjithë maturant bashkë me mësuesin Edmond Mato ndërprejnë ëndra, dëshirat dhe të ardhmen, duke frymuar në përjetësi. Me këtë kuadër, drejtoria e shkollës që mban emrin 14 engjëjt organizoi këtë veprimtari përkujtimore, ku ishin pjesëmarrës familjarë të afërm të viktimave, nxënës, shok, miq të tyre në klasën muze të këtij gjimnazi. Në emër të drejtorisë të shkollës, të mësuesve dhe të kolektivit të nxënësve, ju ngushëlloj për humbjen e fëmijëve tuaj, si vit është 21 vjetori. Unë ju premtoj që këtë muze që kemi për 14 engjëj, do ta ruajmë dhe do të mirëmbajmë sa më mirë. Njëkohësisht, ju kërkoj ndjesën në emër të ambasadorit Stefan Naumov dhe zonjës të tij, të cilët ndodhen jashtë shtetit dhe nuk vijnë dot sot për të marrë pjesë. I kujtoj Shqipërinë tjetër. Familjarët me lot në sy ndan emocionin përmes sot shtat. Faleminderit drejtorit të shkollës që ka organizuar këtë ceremoni të klasës të 14 engjëjve. Jemi shumë të dëshpëruar që nuk ndodhen përfaqësues të bashkisë, se neve jemi shtetas të këtij rrethi. Edhe kështu na kanë nënvlerësuar ka 20 vjet, kështu na nënvlerësojnë prapë. Por neve nuk e lëmë me kaq. Do kërkojmë akoma. Zoti drejtor dashur, televizionit së shtatë, që i bashkoj rindes tonë, gëzuar të gjithë, paruar qofshin në natë e fëmijëve.